Mirëmbrëma. Protesta e sot në opozitës nisi mirë, jo në pjesëmarrje e cila ishte ngjashme me më të fundit, ndoshta pak më modeste. Lajmi i mirë ama ishte se fillimisht folën portrete të moderuara. Agron Gjekmarkaj, poeti i revolucionit, Ilir Ali Mehmeti, më i votuar i Tiranës, Florian Kalaja, më i votuari i Krujës. Por ai ishte këtu një shenjë reflektimi. Gjekmarkaj ishte i vetmi që i dha fitoren Partisë Demokratike në një qark në 11 maj përveç Kuksit. Ali Mehmeti ishte fituesi moral në Tiranë, po ashtu dhe Kalaja në Krujë, i cili u përklas edhe me vetë deri në gjykatë kushtetuese. Të dy u lanë rrugëve, por nga reflektimi ula jashtë Ervin Saliani, i cili u detyrua ta ndiqte protestën nga ura e lanës. Sot më herë të parë u shfaq edhe një flamur amerikan. Në rresht të parë edhe djali Farid Alliut, i sapo kthyer nga mëngjesi i lutjeve në Washington. Sigurisht, problemi është se protesta u mbyll nga njëti person, ai që u mbyll gjithmonë nga Sali Berisha. Sali Berisha prej disa ditësh kishte ndryshuar fokusin e sulmeve të tij verbale. Në dy akset e poshtit të këtyre sulmeve ishte integrimi evropian, bazuar në një skelet jo solid argumentash se në Bruxelles po bëhej gati për jashtimin e Shqipërisë nga procesi i negociatave. Kryetari i Partisë Demokratike doli disa ditë rresht dhe kërkoi pikërisht këtë, që Shqipëria të mos integrohet pasi, si thot ai, nuk e meriton. Folja ashtu që do të ishte dikush që nuk e do Shqipërinë, do të thoshte dikush, apo si dikush që e do aq shumë sa e do si gjithë Europa, do të thoshte dikush tjetër. Dilema u zgjidh shpejt, Edi Rama iku në Bruxelles në një darkë personale me presidentin Kosta të Bashkimit Evropian. Nuk dëgjuam ndërkohë ndonjë lajm për përjashtim, karton kuq apo karton verdh nga Europa. Rama erdhi sot nga Bruxelles, ndërsa Berisha e ngrysi sërish poshtë zyrtare si dikur ishte e tija për 8 vjet. Për javën që vjen, një tjetër ngjarje do shënoi skenën botërore. Në Shtëpinë e Bardhë, në 19 shkurt do të nënshkruhet marrëveshja e bordit paqes, dhe aty do të shkojë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Amerika që mbetet një tokë ndaluar për zotin Berisha ishte dhe shpresa e tij e fundit prej disa muajsh. Në fakt, ndryshimi i administratës Trump dhe i fokusit të krehut të Shtëpisë së Bardhë u interpretua se si qëndrim i ri dhe ndaj fituesve të zgjedhjeve të 11 majit. Indiferenca e administratës Trump dhe Ballkanit ishte e dukshme. Beogradi, Prishtina, Tirana dhe më pas dhe Skupje e Podgorica mbetën pa ambasador. Por Sali Berisha priti më shumë, ndoshta ajo që Rama ta merrni si Maduron, por që s'paku ajo që ai e fshihte si izolim amerikan qeverisë të zgjaste së paku deri në verë. Por më pas erdhi thesa me emrin e Ramës për bordin e paqes. Vizita e Ivanka Trump po ashtu në zyrën e kryeministrit. Dhe besoj i kujtohet që një ditë më pas, po mbi atë zyrë, u hodhën fishek zjarre dhe molotov në urdhër Sali Berishës. Ndaj dhe protesta e sotme nisi rreshëm me zërat moderuar, po përfundoi po një lloj me Sali Berishën dhe më pas fishek zjarre dhe molotov. Kjo lëvizje e fundit e rreshme mesazhe, por reale në qëllime, duket se është vërtet në kilometrin e fundit. Por të kujt? City. Ne nisim programin me këto pamje live që vinë para selisë së parlamentit, aty ku pak minuta më herët patëm disa fortime fizike mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve saj, ka më pas vijoi me hedhje të disa molotov dhe të shumë fishek zjarre ndaj parlamentit. Pak minuta më herët një skenë e tillë u përsërit themi tek selia e kryeministrisë, aty ku pas fjalimit të zotit Berisha, pra me njëherë, pra me sinjal, filluan nga me të njëjtën strukturë organizative, të themi një grup mbështetësis të cilët themi ishin më aktiv se tjerë, cilët hodhën molotovët edhe më pas fishek zjarret nga një numër më i madh mbështetësish. Skena zgjati më pak se herën e kaluar. Zoti Berisha u largua drejt selisë së Partisë Demokratike, ndërkohë më pas kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi të roqi protestuesit nga dera e kryeministrisë, më pas ata shkuan drejt kuvendit, ndoshta i kemi dhe pamjet me dron të çruar nga ekipi ynë i Flight Team para parlamentit, aty ku u pan pra momentet e përplasjes dhe të goditjes, ndoshta regjia na ndihmon me pamjet. I shikojmë dhe pamjet pra që vinë nga droni ABC News, shikojmë pra një numër të vogël protestuesit, po sigurisht një zhurmë e madhe, ndoshta u hodhën më shumë molotov se sa herën e fundit përballë
përballë kuvendit. Duket që ndoshta i kemi edhe pamjet, një operator duket se është goditur nga molotovët, ndoshta i kemi pamjet, ne i transmetuam ato live, ndoshta regjia na ndihmon që t'i gjejmë ato pamjet një personi që u pa me flak, po më pas konfirmohet edhe nga kolegët gazetarë që bëhet fjalë pra për një nga kameraman të televizioneve shqiptare që është përfshirë një moment nga flakët e Molotovit dhe të shikojmë se çfarë gjëndi. Ndërkohë kemi njoftimet e para për një polic i cili është plagosur përballë numrin, më thon kolegu Flogert Musha, cilin kam këtu në studio, ka shkuar në 4. Ndërkohë nga të paktën pash nga televizioni Syri që njoftonte për një protestues të lënduar, por sigurisht që temi ka patur edhe reagime nga Taolan Balla, i cili e ka quajtur sulmin ndaj policisë si sulm kundër shtetit. I shikojmë dhe pamjet me dron, pamje shumë bukura, për fat keq dramatike dhe të pakëndshme të përballjes një grupi protestuesish që godasin policin drejt për drejt. Pra i shikoni pamjet që nuk janë pamjet që hidhen në ajër, pamjet që i goditen forcat e policisë që rrethojnë parlamentin. Ndërkohë përballë kryeministisë ishte një skenë ngjashme, por shumë e shkurtër, dhe pamja para parlamentit ishte temi pak më agresive. Shikojmë dhe flakën që ka rënë aty, shikoni diku në krahun e majt. Nga pamja që kemi transmetuar pak më herët, u duk sikur edhe një person temi u përfshi nga flakët, dhe ajo që po më konfirmohet është që bëhet fjalë për një kameraman, për një kolegun ton. Nuk dim nëse ka lëndime apo jo, por pamjet janë këto që shikoni. Janë pamjet përsëritura, duhet të thënë. Janë pamje që nisën të përfunduan një protestë, e cila u duk sikur kishte një tjetër vokacion kësaj radhe, pasi gjyqtarë folën fytyrat më të moderuara të Partisë Demokratike, ndërkohë që të tjerët të hershten. Por një miting i cili përfundoi sigurisht në të njëjtën mënyrë, ndërkohë që tani do të shikoni dhe pamjen se si një prej kolegëve tanë është përfshirë nga flakët e Molotovit. Kam një foto, shpresoj pamjet i transmetuam live, po sigurisht kemi pasur shumë pamje. Këto janë pamjet e Molotovit, ndërkohë një foto që do shikoni tani është foto e kolegu tonë, i cili një moment caktuar është përfshirë nga flakët dhe më pas është shoqëruar nga njerëz tjerë dhe paktën deri tani nuk kemi njoftime për një lëndim të rëndë, të shpresojmë që mos jetë kështu. Por kjo ka qenë në situatën. Me mua në studio po nis nga Flogert Musha, po i mbrëmë Flogert, nga Ergys Mutiri, më mbrëmë Ergys, Orlan Beko, më mbrëmë Orlan dhe nga Martin Lega. Atëherë Ergys, Flogert, po e nis me ty, që ti je më i angazhuar nga pamja e profesionit, cilat janë dhe dënat më të fundit nga lëndimet mes policisë dhe protestuesve? Atëherë, informacioni i fundit që vjen nga policia e shtetit bën me dije se numri i policëve të dëmtuar nga Molotovi është 2, dhe gjatë gjithë tubimit janë dëmtuar 6 punonjës policie me Molotov, sende të forta dhe mjete të tjera, fishek zjarre, tjera me radhë. Nga ana tjetër, edhe një operator, siç ju e thatë, është përfshirë nga flakët. Ja, shikojmë dhe pamjen, ne e dham live, ishte pamjen që ne e dham live, për kjo është fotografia e momentit kur këmbët e tij janë përfshirë nga... Janë kolegët gazetarë dhe forcat e policisë që tentojnë ta shuajnë zjarrin, por nga ana tjetër, ajo që po shija tani, ju a dërgova dhe ju vendoshta për regjin, është një survejim se si në fakt është dirigjuar dhe është urdhëruar e gjithë skuadra e pyromanëve, nëse mund ta themi kështu. Është një punë e mirë e disa kolegëve të mi që e kanë ndjekur me shumë kujdes dhe e kanë përmbledhur në 40 sekonda në fakt se si është jo. Ja, ta shikojmë pamjet live, ndërkohë që shikojmë disa protestues janë kthyer sërish para selis kuvendit, ndërkohë pas pak do kemi mundësi të shikojmë videon që ti sapo na solla. Pra duket që ka padur një me karvanin e njerëzve që shoqëronin doktor Berishën, në fakt ishte si trupa e
se nuk mund të themi atyre që do ishin atentatorë, se nuk bën një atentat, por janë grupi zjarrit, nëse mund ta themi kështu. Grupi më aktiv i protestuesve. Grupi më aktiv, të cilët kanë shkuar së bashku me doktorin më korrekte politikisht. Po, jo, po është grupi zjarrit, sepse zjarr kanë ndezur aty, molotov, flakadan e kështu me radhë. Deri tani jemi në këto informacione dhe ai që është lajmi i mirë është që asnjë nga policët, efektivet e policisë apo edhe operatorin fjalë, nuk ka dëmtime që mund të jenë të rrezikshme për jetën apo me pasoja afatgjata që mund të kenë dëmtime të përhershme gjymtyrësh apo. Mirë, Floker, edhe prapë vazhdo me ty protest e cila ishte e ngjashme deri diku në fundin e saj, po fillimi nisi ndryshe. Pra foli Gjekmarkaj, foli Kalaja, foli Ali Mehmeti, po flas figurat politike, pasi pati dhe temi njerëz tjerë që qytetarë tjerë që folën. Po le temi ishte një protestë e cila deri diku i bënte pak johon edhe qëndrimeve të Berishës edhe sot dhe dje dhe pardje, pra foli me një ton tjetër, foli për një protestë europiane, pro integrimit, të rama armiku integrimit, të përjashtojmë nga procesi negociatave tjere. Pra, po fundi protestës, fundi ishte njëjtë. Jo, dështimi nuk ishte për nga narrativa, ishte për nga organizimi dhe pjesëmarrja. Pra, që është e vërteta, protesta e shkuar ishte një protestë... Po i kemi edhe pamjet nga protesta e sotme, nëse mundet regjia, pamjet nga momenti kur fliste zoti Berisha, pra që është kulmi një proteste të Partisë Demokratike, ndoshta i kemi pamjet me dronë ndërkohë që flet Flogerti. Jo, thelbi është ky që protesta e fundit, pra protesta para kësaj, ishte një protestë e mirë. Dhe duke që kishte sy për një vazhdim dhe për një revansh i cili mund të konsistonte në një rritje të pjesëmarrjes dhe pse jo dhe të agresivitetit dhe të përplasjes saj me policinë e shtetit. Ajo që pam sot në fakt ishte e kundërta dhe unë nuk e prisja këtë nga organizatorët, ishte pjesëmarrje ndoshta më ulët se herës shkuar dhe një demoralizim i protestuesve. Pra, hera e fundit për mua ishte motivi dhe një shkëndi që këtë radhë kishim bëni me hapin tjetër që kilometrit bëshe 500 metra, për shembull, dhe pam që sot kilometri u zgjat. Pra në qoftë se kilometri deri dje kishte 1000 metra, sot ai mund të ketë 2, mund të ketë 3. Dhe këto janë pamjet me dron nga ekipi i Flight Team, që janë pamje ekskluzive, ja vetëm tona, në një televizion tjetër i merr borxh nga policia. Ju jeni shkaktarët që këta... Po, e kemi, shikoj pamjen deri në fund. Ju lutem regjia nëse mundeni plan të madh të dronit. Këto janë pamjet deri në fund, Ergus. Jo, them sa ka nga pjesa tjetër, se mund të jetë akoma këthe nga... Po, aty është tribuna. Mbaron te Westi. Mbaron te Westi. Ka që është protesta. Ka përshtypjen që mund të shkojë deri Hotel Dajtit, pak më besoj. Jo, po kemë më të rrallë. Skalon dot lanën nuk. Jo, Unaza vazhdon të punë. Po, ideja është kjo, komentet bëjnë i vetë, po kjo është pjesëmarrja sot. Me vlerësimin tim, me ajsa e vlerësoj unë, është më pak se... Shumë më pak. Me gjitha të thoja unë e kam thënë gjithmonë që kjo ideja që duhet kemi 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 700.000. Puna është një protest bëhet edhe nga 1.000 veta, mjafton të ketë motivin e duhur. Kur e bën një parti politike, patjetër është shumë e rëndësishme numri. Është shumë i rëndësishëm numri, por një parti politike nuk bën protestat të tilla. Një parti politike bën manifestime në demokraci. Manifeston fuqinë e vet. Prandaj duhen shumë njerëz në pjesëmarrje. Manifeston idetë e veta që mund të jenë të fuqishme, pa të fuqishme sa dhe pjesëmarrja ose mirë është që ide të shoqërojë me një pjesëmarrje shumë të lartë. Dhe manifeston pastaj mesazhet që jep. Kurse sot çfarë manifestoi aty? Aty pjesëmarrje të lartë nuk pati. Dhe Florgert mos u çuditë, di pse nuk ka shumë njerëz, nuk ka fajin organizimi. Kanë bërë maksimumi bile në planin organizativ, ata që i quajnë si struktura drejtuese të PD-s, kanë shpërndar më mirë këtë herë se herën e parë. Se në protest, më fal. Por kaq është Partia Demokratike, është zhbjerë, në njerë hajde dhe disa që e kanë me pishman, frymëzojnë, motivojnë, për në një gjë se thonë dhe ja dhe këtë radhë do ndodhi diçka, dhe pastaj shkojnë në shtëpi kur i shikojnë që nuk do tha zgjedhje. Sa për saktësi ky është momenti ku ka folur zoti Berisha, pra ky është ka mundësi për çfarë duhet dalin atje Vlogert, për çfarë duhet dalin? Për çfarë duhet dalin, ajo që unë po them, ata e kanë kuptuar ajo që unë po them
miku im, është kjo, që protesta e fundit u duk sikur ishte një revansh dhe një hap për... Po, ishte një ndryshe se të tjera. Zakonisht ndodhe kundërta, Beko. Pra, asgjë nuk ka ndryshuar dhe duhet ndodhte e kundërta. Ata duhet vinin me disa tjerë nga mbrapa. Në qoftë se do të t'jap mendimin tim, mendimi im është ky. Demokratët, dhe këtë e kanë thënë dhe demokratët vetë në për Vox Pop pa fund, janë të zhgënjur nga Partia Demokratike dhe nga kryetari dhe nga leadershipi, sepse ata, miku im, prej kohësh duan të rinë aty, ndërsa sot vjen dhe ndodh, erdhëm, pam, pim cigare, ikëm. Dhe kjo lloj historie që i mbledh doktori aty për treguar që është ai në krye të opozitës dhe pastaj thotë shkoni nga keni ardhur, nga Gjirokastra në Dibër, për ata është një tallje dhe kam lexuar sot pafund se nuk dua të t'i nxjerr, edhe mund t'i nxjerr, njerëz që thonin sot është hera e fundit. Mirë, ka shumë njerëz që thonë është hera e fundit, por... Jo, një sekond, ato e kanë thënë kontekst tjetër nga zoti Berisha. Jo, Berisha jo, militantë që thonin sot është hera e fundit, po nuk ndetëm, e thoshte ai, në qoftë se nuk qëndrojmë aty, na ktheni sërish në shtëpi, sot është hera e fundit që unë vi. Dhe kjo rrudhje ka vetëm të shpjegim. Ata janë të braktisur. Prandaj pyetjen për çfarë të vinë. I sjell, tallën dhe nga ana tjetër del që njerëz që janë në Partinë Demokratike punojnë me qeverinë Rama. Marrin punë me qeverinë Rama. Ju e dëgjuat vetë mënyrën se si u shpreh Sali Berisha kur u pyet për pse nuk i mbështesni protestuesit e Mjollit. Ai u përtyp aty, u gëlltit dhe nuk tha dot asgjë, sepse është në konflikt interesi. Ashtu si që nuk tha do të asnjë fjalë për protestuesit e bankers. Asnjë fjalë. Kanë ditë ata që protestojnë, nuk kanë marrë pagat dhe nuk thonë do të asnjë fjalë. As për lidhjen që një biletës për Kamzën? Për Kamzën jatan dhe foltore. Jatan foltore. Jatan foltore. Dhe shumë vyt tek përgjigjja për Kamzën. E ka në Kamës te autobusët po jap një lajm. Sipas burimeve që unë kam, ai ose ajo që ka fituar atë linjën e transportit ose involvuar në këtë histori që kanë votuar dy palët, është një nga anëtarët e familjes Berisha. Po s'ka se jeni kaq pa shpirt, ju dalit t'i bjerin besës tani. Ju jeni gazetar edhe investigime keni bërë, shikoni po ta them, sapo ta thash. Futuni pak, sondoni pak më thellë tek çështja e Mjollit. Shikoni nuk bilet kundër mbesës. Përveç biznesit të madh, biznesmenit të madh që i ka dalë emri aty, shikoni pak kush është me ta. Kush është me të? Kush e mbështet dhe kush është me të dhe atje kanë dhe emrin aty. Fije do të çojnë, e din këta si investigojnë. Fije do të çojnë pikërisht tek ai person që gëlltitej, që i zi fryman, që nuk flisë dot. Ergysh, një protest e ta drejt Bego, një parti politike bën një manifestim. Dhe në manifestim të jemi shpall qëndrimin e vetë. Protestat me Molotov zakonisht i bëjnë shtresat të prekura nga një problem që mund të jetë krijuar me një mosmarrëveshje që kanë me qeveritë. Parisi digjet. Asnjë na digjet. U doq Torino, Milano 2-3 ditë më parë. Formacione politike i bëjmë, po anarshiste. Ndihmojmë më thjesht atë idenë. Po dhe ndoshta pse jo, vetëm ke ndihmuar mua. Ata mbaroj. Se pranon ndihmën. Jo, nuk e pranon, vetëm ndihmoj ai. Unë kam për detyrë t'ju ndihmoj ju për këtë paguar. Ideja është do të thoya këtë që një protest me Molotov ndodh në gjithë botën perëndimore, sepse janë grupet e interesuar që sjelin në mënyrë ekstreme, pra traktoristët e gjithë Europës. Kamionistët bllokuan tani gjithë kufit, pikat doganore. Zakonisht një parti politike mbi atë temi zemërat, revolt, mbështet platformën e vetë për të fituar vota pastaj. Ndërkohë, këtu në Shqipëri, e tha Shider, raporteri i Parlamentit Evropian. Kjo me Molotov duhet mbaroj një moment. Ju duhet ktheheni në kuvend, se opozita aty duhet japi alternativën e saj. Me këtë nuk them që duhet të heqet nga protesta se e ka në ADN-n e vet. Por temi këto lloj protestash që edhe kur nisën sot rreshëm, sa unë momentin që pash ato zërat moderuara që folën tash okay. Pak po del një mesazh tjetër, një qëndrim tjetër opozitës. Fund fare përfundojnë një lloj. Shko ka një gjë unë, se si thua që Molotovët në Europë, në fakt në Europë partitë politike nuk bëjnë as protesta.
Sepse partitë politike parimisht janë pjesë sistemit politik dhe marrin pjesë në sistem, marrin pjesë parlament, marrin pjesë në institucione dhe politika bëhet në institucione, kryesisht parlament. Problemi është që ti del në rrugë kur s'ka institucione dhe kur institucionet janë të kapura, dhe këtu sigurisht që mund ta justifikosh këtë. Por në momentin që ti del në rrugë, ti duhet ta ndash mendjen që ti do bësh një politikë rrugë, do heqësh dorë nga institucionet dhe ti do përmbysësh. Pra kur ti del në rrugë, do të thotë që o do e përmbysësh ose dil në rrugë, bëj xhiro, ktheu prapë shtëpi, kjo nuk ka kuptim. Për mua, dalja në rrugë është shenjë dobësie. Dhe ti del në rrugë kur pushteti kap gjëra që si takojnë t'i kapi dhe ti i dobët duke ndalon do t'i kapi, atë ti del në rrugë dhe demonstron forcë me qytetarët. Pra ti thua që unë kam qytetarët, vërtet mi ke marrë institucion, por unë kam qytetarët dhe kështu ti përleshesh me një pushtet që ka kapur gjërat. Por në momentin që ti s'ke as qytetarët ose pastaj ka dhe një gjë, për shembull, dëgjova zotin Noga që tha ky është narko kuvendi. Këta kanë kap kuvendi. Tani paradoksi i kësaj është që nesër në ora 10 do shkojnë në narko kuvend. Do shkojnë te narko kuvendi, do marrin pjesë në komisionin e reformës territoriale, ku do ndajnë padyshim, siç do thoshte me drejt Beko, edhe pazarin e tortës elektorale, përveç të tjerave, kuptohet. Dhe në atë parlament që ti dje e goditet dhe e quan të kapur, nuk është dhe i kapur, sepse në fund fare janë në një komision konsensual ku kanë të dyja palët të njëjtin numër dhe kanë të njëjtën vendimarrje. Unë mendoj që është i kapur, por është i kapur nga të dy. Unë mendoj që të dyja palët e kanë kapur këtë shtet. Të dyja palët ndajnë tavën e pushtetit, ndajnë në leje ndërtimi, ndajnë resurse, ndajnë bëjnë politika, ndajnë të kamzës. Ja e mësove. Asus diat kamzës, po di gjëra tjera dhe këtu i shohin për ditë se si ndajnë llokat. Tani, jam naiv. Unë them që protesta në vetë është shenjë dobësie, por protesta e dhunshme është shenjë akoma më shumë dobësie, sepse ti e bën të dhunshme protestën. Në fakt, kjo për mua si as dhunë, po e përshkallëzojmë. Ti e bën dhunshme protestën kur ti s'ke qytetar, dhe kur ti s'ke qendestar. Dhe nga ana tjetër, ta çoj deri në fund ai. Dhe nga ana tjetër, po ta çoj deri në fund, çaj duam me fishek zjarre. Jo, deri në fund vëlla, vëri flakën qytetit aty. Edhe mos ik. Po jam se s'është kështu. Si ti vej flakën qytetit, unë nuk besoj që të paktën ne duhet ta stimulojmë këtë gjë. Nuk po e stimuloj, po them, a e thua, m'fal. Nuk e tha, ato nuk e tha dhe në fund fare dhe nuk e bëri. Doktori sot ka thënë mbi 66 herë fjalën revolt. Revolta është që tjetër, revolta s'do thotë ta djegësh pa tjetër. Revolta s'do thotë që revolta do thotë që sa do thotë revolta? Revolta do thotë që ulemi te sheshi, ngrem çadrën, ngrem në uris, dakor, me që ikëm nga këto. Kjo është vazhdim në mënyrë tjetër me që po çështja është këtu që shiko, pra vet dalja në shesh. Dalja në shesh tregon dobësi për mjetet politike. Po dalja në shesh me protestë dhunshme tregon që ti pse e bën dhunshme, se ti s'ke njerëz që të rrish shesh ngujohesh dhe ta rrëzosh. Po kur ti se bën dot as dhunshme, se ti gjuan, më fal. Gjys ka njerëz, më fal. Nuk është ai vetore. I ka njerëzit gati e përqendruar aty. Ku i kam, po nuk i ka pra. O nuk del ai, nuk del flamuri, o nuk dalin ata që dolën dhe folën ore. Njerëzit që janë shesh qytetar të betohem i rrin aty. Jo ata që dolën, 10% e tyre s'ka rëndësi. Janë këta janë këta që nuk shkojnë më. Unë besoj këtë. Sepse është Big Brother. Ai nuk është se nuk do të ngurohet atje. Ai do, po nuk mundet. Dhe problemi që ndron që pse merr iniciativa për cilat nuk i bën dot. Nuk i bën dot. Se po ishte do të bërë deri tani. Pse s'mundet? Po nuk mundet sepse nuk ka një ringë, nuk ka një ringë që shkoj aty të ngujohet rri me javë në shesh. Për çfarë? Se nuk është po themi të njëjtën gjë, po pikërisht pra, se këta janë një Big Brother dhe mirë ata që shkojnë në shesh dhe ju besojnë tyre. Ai nesër shkon dhe dan tortën e urbanëve dhe të kazanëve me Ramën. Sot përdor ata shkretet që vinë nga anë e anës aty kaq. Ajo që shohim ne sot është ajo që unë jam thënë gjithmonë. Kjo është një wrestling. Ta bëjnë sikur zihen, bëjnë sikur ndeshen. Bëjnë sikur ndeshen me dysheme. Bëjnë sikur akuzohen, bëjnë sikur shahen, bëjnë sikur e kemi pasqyt catch ne. Dhe më fal, dhe simboli i kësaj është gjuajtja me fishek zjarre. Pra ti kërkon të bësh dhurë me fishek zjarr. Fishek zjarri është mjet festiv. Dhe ti me një mjet festiv po do të dhunosh palën tjetër, që kuptohet që ti si duke e dhunuar, ti po bën sikur e dhunon që ti tregosh njerëzve që ne po dhunohemi, ne po zihemi, ne jemi këtu në fakt këta në ortak. Nga ana tjetër janë duke ndarë pazaret me një tjetrin dhe gjithë kjo prandaj dhe njerëzit nuk vinë dhe mos. Bëjmë pak humor tani, duhet pak humor. Ironia më e madhe është në javën e kaluar ju dha Partisë Demokratike 1.66 milion euro nga KQZ-ja. Dhe këto shkojnë pa fishek zjarr direkt. Si vazhdimi i Big Brotherit që thot Flogerti. Pra qeveria, pra
arka shtetit 1.6 miliard, 1.6 milion euro. Por se nuk e ndërpres më asë kënd. Jo, më ndërpres ka Dhe të kështë dhe bukura, mbyllet protesta 25 minuta para se me fillu Big Brotheri. Janë fantastik mërë. Po, njerëz do shohin Luizin. Si gjithë shkojnë në shtëpi. Shohin Luizin. E kupton? Tani, Ka lider të tjera aty. kjo është një alarm që duhet t'i shkoj Sali Berishës, fakt, se edhe fishek zjarët kushtojnë, kështu që do mbarohen një ditë dhe kur të vi puna tek zgjedhjet, nuk do ketë para. Dhe në Kam përshtypjen që nuk gabohesh duhet. Po mirë është t'i kursej ca paradë. Kurse sa për protestën, unë mendoj që jam zënë gjithë ditën sot me një kolektimin që thoshte që protesta do jetë shumë më e madhe se sa protesta tjetër dhe kjo ishte çudi e madhe. Ai thoshte më e madhe, unë thoja më e vogël dhe fakti që kjo protestë është shumë më e vogël se sa protesta e parë, është ajo që thamë që në emisionin e parë javën tjetër, që tu është pika e vlimit të militantëve të Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës dhe nuk ka as organizim tjetër, as shoqata jo qeveritare, OEF, që mund të ndihmojnë Partinë Demokratike për të rritur pjesëmarrjen në këto mitingje. Sepse protesta është një spektakël, po spektakli është, si që tha dhe Rëgysi, spektakli ishte i dobët, ishte pa qëllim, pa ritëm, pa kurfar motivi që njerëzit të bënin ato ose të arrinin ato qëllimi për të cilët kanë ardhur. Kryojmë një ide, nëse mbaro. Edhe fundit është tek fjala që tha numri 2 i Partisë Demokratike që përmendet i Sokol. Kush është numri 2? Flamuri pa. Zoti Noga, po numri 2, nuk ka numër 2. Unë atë e quaj numrin 2. Mirë, Zoti Noga është, po nuk ka numër 2. Më duhet ne do vazhdojmë numri 2. Do vazhdojmë të kërkojmë zgjidhje politike. Kjo është e tmerrshme. Të kërkosh zgjidhje politike në një parlament ku qeveria ka 83 mandate, një mandat me pak se 84 për të kaluar çdo lloj ligji, domethënë është Unë besoj që ka shumë vend sot për të revoltuar, për protestuar, sepse skandali për cilën protestohet është vërtet i problematik e para dhe dyta fakti që Rama po mbrohet duke mos u dorëzuar përballë drejtësisë. Rama nuk kërkon, Rama pengon hetimin. Që sot duhet ishte shkul sheshi atje. Vërtet nëse ka aq njerëz, unë mendoj të më pak. Berisha kërkon njerëz, kauza është e rëndësishme. Martin, ka gjithë arsyet e mundshme. Kam përshtypje Ergys, po mund ta diskutojmë pjesën e dytë. Kam përshtypje Ergys, problemi që ka edhe kjo protestë ka probleme me të vërtetën. Sigurisht pas 13 viteve ka shumë problematika, edhe skandale, si i quani ju. Por nga ana tjetër, kur ti e bazon protestën mbi një skelet të dobët argumentash, sigurisht dhe njerëzit nuk të mbështesin. Pra ideja është që duhet dalësh, protestosh, ta shohësh të vërtetën në sy dhe përballë. Në momentin që ti fillon, njerëzit nuk janë më budallej dhe gënjen kur ti vërtet edhe ulëret. Ti njerëzve duhet të thosh kush është problemi me cilin ti ndeshesh përballë, po si t'ia thosh ti kur personit për cilin ti po proteston ka firmos një pronë ku ti e bashkë-aksioner, tu është problemi. Pra do të thënë kaos për të protestuar ka që të keme to. Ka gjithmonë jo për protestuar, për ta rrëzuar, për ta shëmbat godin aty, domethënë. Po problemi është që këtu pastaj unë mendoj se Ergys kjo është narrativa që shkatron. Këtu pastaj Ergys je shumë i protestën. Këtu është shkatron protestën. Je shumë i majt. Jo, e di pse je shumë i majt? E di pse je shumë i majt? Sepse unë jam shumë i lumtur që personi unë jam shumë i sigurt që personi më i lumtur me këtë protestë sot është vetëm një. Po tjetër po diskutojmë. Sa kohë do vazhdoni me këtë retorikën që ajo ndërtesa është për të shembur dhe për të djegur, kjo është retorika. Kjo është retorika, por nuk kam, ky është një vend demokratik. Ne futemi në Europë, nuk mund të veprojmë më shumë, as nuk mund të japim njerëzve këtë idenë që nuk duhet djegëm dhe duhet shembur. Unë nuk e mbroj dhe nuk e përkrah politikën e dhunës dhe të agresive dhe bile sa ta shpreha, por
Po flas çfarë meriton ajo. Domethënë, por nuk po them që këta duhet ta bëjnë, se nuk është kjo mënyra. E kanë provuar një herë në 98-ën, hyn brenda me armë gjëra, dolën prapë dhe u dorëzuan me telefon. Me lejen e Kolit doja të thosha diçka. Si ekspert politik organizativ që jam, domethënë që kam qenë. Po se ti në fakt ke përvoja konkrete me Nuk je atje? Jo, nuk po jam përkundërzi. Ti ke qenë dhe kur fryzuar busja e tij zhazhin tjetër. Po, ishte më thjesht në atë kohë, ishe në 90-ën sepse Terzoja diktaturën ishte mision. Po se ky regjim Ka qenë edhe 8 janar. Por, sot, shikoj, me një fjali se dua të them tjetër gjë. Sot, pas 31 vitesh, mu deshje të kuptoja që rinin time, e filluar që student në 10 të 90-ës, E ke çu dëm? e kam quar në dispozicion, e kam vënë dispozicion të një kauze dhe të një, le të themi, të një ëndre politike që su ndërtua kur dhe u shkatrua pikërisht nga ai që drejton PD-n sot. Mirë që e kuptova dhe u largova i dola përballë, sepse po të kisha qëndruar atje, mëkati do vazhdonte përjetësisht edhe do vinte një moment në një moshë të caktuar që fëmijëve dhe nipërve nuk do kur të na pyesin çka ka qenë ky budallëk që ka bërë, që ke bërë, nuk do të kishim çfarë të thonim. Po në qoftë të pyesin nesër që pse nuk qëndrove aty të përballesh me të ta mundja aty, po dole nga fronti dhe e le atë të bëjë atë që po bën. Qëndrova deri ditën e fundit. Flogërti është i mërzitur, Flogërti më pak pas ka dalë. Flogërti na ka mbështetur. Të dizë me shkop Facebook. Qëndruar që deri ditën që gjykata ka hequr, e hoqi bulën, siglën, legalitetin e PD-s nga ne dhe ja dha Berishës. Në atë moment çfarë do bëj? Mbaroj. Tani, të vit pak tek... Me një pas publicitetin, nëse më lejon, vetëm duhet ta mbyll me një informacion të fundit, me që ngjarjet vazhdojnë. Në spitalin e traumës, sipas gazetarës tonë, janë 5 efektiv policisë që janë paraqitur dhe po ekzaminohen. Ndërkohë, 2 efektiv policisë janë në QSUT, ku janë paraqitur pranë shërbimit të djegje plastikës, po me sa duket gjendja e tyre i shikojmë dhe pamjet, ju lutem regjia, po këto janë pamjet efektive që kanë arritur. Duket që edhe kësaj radhe policët janë temi kontingjenti që janë prekur më shumë nga goditjet. Ka qenë edhe një kolegu ju, një kameraman, por dhe ai sipas njoftimeve të para deri tani, pra nuk ka përfat dëme, por ai është goditur nga molotovët. Mirë, shkojmë një për shkurt publicitar dhe rikthehemi pas pak për të folur për kilometrin e fundit të Kujt. Mirë, rikthehemi me këto pamje live, para kuvendit, shikojmë disa molotov të pa shpërthyer. Shikoni pra në shirë molotov, benzin brenda me fitilat jashtë, flaka e fishekzjarit, por si duket ka qenë ujë me presion i hedhur nga policia, i cili nuk ka lejuar shpërthimin e këtyre. Por shikojmë pra që pavarësisht se numri ka qenë më i vogël i protestuesve, numri i molotove ka qenë shumë i lartë, duke rënë në siguri çmimi i karburantit. Por për te shakas, shikojmë disa pamje që vijnë nga selia e Partisë Demokratike. Aty nuk e di ja çova regjis, sapo ja dërgova regjis pamje që vijnë nga selia e Partisë Demokratike, ku është deputeti Ledion Allbati, i cili shikohet të shoqërohet nga disa njerëz drejt, më thonë që po shkon drejt ambulancës, pra drejt spitalit, për shkak të shqetësimeve që thonë që ai ka patur në frymarrje sa i përket gazit molotov, që sipas temi burimeve nga Partia Demokratike thonë që është hedhur ndaj protestuesve dhe si duket në Allbati, i cili ka qenë mes tyre, pra temi është ndjer keq. Pra dhe shikojmë të pamjet e Ledion Allbati, i cili shkon i shoqëruar, futet makinë dhe dërgohet drejt spitalit për një kontroll. Shpresojmë që mos jetë asgjë serioze. Megjithatë, të flasim pak politikisht për këtë protestë, Beko. Pra, ideja është, zoti Berisha ka folur për kilometrin e fundit. Me thënë vërtetën, gjithë e dim, edhe ata që janë temi pro protestës, kundër protestës, etj, e dim që kjo është një skenar i cili përsëritet. Nuk sjell në gjë tre, vetëm përveç faktit që shikojmë që çdo protestë lëndohet në një nga kolegët tanë gazetarë, lëndohen protestues nga vetja e tyre dhe sigurisht lëndohen policë, por nga ana tjetër nuk ky kilometri i fundit
duhet përputhet me një agjendë caktuar politike, e cila ose është agjenda e qeverisë me cilën opozita përballet, ose duhet të jetë agjenda e opozitës për të parë se ku të shkoj, si kilometri fundit është qeveria teknike, zgjedhjet e reja. Do të kishte sens kilometri fundit si strategji politike, edhe si mesazh për të inkurajuar mbështetësit, në rast se ti kishe bërë shumicën e punës dhe duhej në fund të jepje një dorë. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që në rast se ti kishe karikuar në radh parë partinë tënde, e kishe organizuar dhe ti në çdo moment të thërrisje partinë e kishe në dispozicion. Në formë të tillë partinë që edhe po të shpallën zgjedhjet e parakohshme ti jesh gati për zgjedhje, se miru bën zgjedhjet e parakohshme, po me çfarë partie do të futesh në zgjedhje ti kur partinë ka të shkërmogjur sot në planin organizativ. E dyta, do të kishte sens kilometri fundit në rast se ti kishe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, sepse që të hysh në negociata me Edi Ramën, se pasi dihet me këto lloj protestash nuk rrezohet dot, duhet një faktor i tretë. Dhe faktori i tretë është faktori ndërkombëtar në Shqipëri. Nuk mund të jetë as Ergysi si shoqëri civile, as Ermali, as Rolandi, as kushdo tjetër nga brenda. Kështu që me faktorin ndërkombëtar raportet e Berishës dihet se si janë. Është tërësisht izoluar si nga amerikanët dhe nga Evropa. Shkoi në Bruksel për 1 minutë e 9 sekonda i mbyllën në Strasburg, për 1 minutë e 9 sekonda i mbyllën fjalën, i mbyllën mikrofonin, nuk e lanë të fliste. Ndërkohë që ai tha lejoj 2 minuta. Tani vim tek çështja, a është në kilometrin e fundit? Unë mendoj që është PD-ja është në kilometrin e fundit në mënyrën se si e ka menaxhuar Berisha në këtë situatë. Sepse thash edhe një herë, 3 faktorët më të rëndësishëm janë këta: partia, që ti duhet ta kesh organizuar; 2, opinionin publik që duhet ta kesh bërë gati se ka ardhur momenti jot; 3, faktori ndërkombëtar që ti duhet kesh atje që në momentin që ti ja ke ngushtuar rrethin e Edi Ramës, ata të ndryrin siç ndryrin bie fjala me Çadrën, ku erdhi me Kalister. Siç erdhi bie fjala ai përfaqësuesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që ishte një njeri fuqishëm dhe detyroi Lulzim Bashën të ulin në marrëveshje me Edi Ramën dhe bekoi Sali Berisha. Pra, këto janë momentet kur vjen kilometri i fundit. Por kilometri i fundit tash edhe një herë ka ardhur për PD-n. Pse ka ardhur për PD-n? Se në rast se Berisha deri në 2005 shikoi si ardhmja optimiste, Berisha me 2013-ën dhe pas 2013 Berisha shikohet flogert, më ndiq, shikohet si e shkuara dramatike, si e shkuara tragjike, apo dhe si e shkuara komike me këto që shohim tani në fund. Por e ardhmja optimiste Sali Berisha nuk është më. Kështu që edhe ai fjalimi optimist ose poetik i një kolegu ton, një miku ton aty në parlament, për mua nuk qëndron fare. Unë atë fjalim mund ta marr, mund të heq emrin Edi Rama dhe t'i vendos emrin Sali Berisha për mbajtjen që kishte ai fjalim. Se unë autokratin Edi Rama e shoh në krye të qeverisë, siç menaxhon Edi Rama qeverinë, Sali Berisha menaxhon partinë dhe dy së bashku menaxhojnë le të themi politikën shqiptare, opinionin publik dhe le të themi të ardhmen e vendit. Tani si mund ta ndjekin demokratët dhe këtu e mbylla, Sali Berishën kur demokratët ndjen të tradhtuar, do të them prej shumë vitesh, jo vetëm sot, për kullat për resortet e tjera. Fole për mikun, bëj gati Petanikun. Lidhje me Selin e PD-s, zoti Berisha dhe komenton. Dakor. Në këtë revolt, në këtë kryegëritje paqësore historinë, me guximin, me mençurinë, me vendosmërinë e tyre, qytetarët de facto zotruan qytetin. Bandit me uniform kriminal, me uniform u vërsulën si bisha, duke menduar se mund t'im poshtin. Ja ju themu natyre, që vetë përmbajtja, guximi, qëndrimi paqësor i protestuesve është 10-100 herë më i fuqishëm se banditizmi juaj. Unë u them atyre banditëve që goditën protestues paqësor, deputet, por dhe njerëz me aftësi ndryshe.
se këtyre guximtarëve, 10 mijëra guximtarëve, u mjaftojnë pak minuta për të dhënë atë që meritoni. Dhe të përmbajtjen e tyre mos e mirë i dobësi. Dhe të përmbajtjen e tyre është trimëri dhe guxim. Është vendosmëri për të realizuar qëllimin, për të rëzuar, për të hedhur në kosht të plerave të historisë, njëri prej armiqve më të rrezikshëm në historinë e kombit, më të rrezikshëm në historinë e kombit shqiptar, në të pashpir, Edi Ramën. Mos mendoni se durimi nuk ka një fund, se ju garantoj se kjo vetëpërmbajtje, kjo vendosmëri e jona nuk mund të provokohet dhe provokatorët mund të marrin një mësim që meritojnë. Mirënjohje për ju, mirënjohje për çdo qytetar që erdhë nga të Gateran. Kujdes, hajde. Çfarë ju bëna unë mas 35 vjeç që më hodhet gazin sot? Më falni. Këta janë një bandë... Më konkrete që mund të bëj. Pra, ja, një minutë. Pra, sot, barbaria e policisë nuk kursej gazetarë. Këta gazetarë dhe kameraman u trajtuar në mënyrën më armiqësore nga bandit me uniform. U bë gjithçka që të mos përmbushnin dot detyrën e tyre, misionin e tyre, por i përgëzoj se nuk u ndanë për asnjë moment nga detyrë. Në fund. Mirë, zoti Berisha i cili bën një gjë pozitive... Është korrekt. Urdhë? Është korrekt. Është korrekt me... E mbyll... Me kameramanin, si pasin e sot, ato s'po flasë para sa. Me kameramanin, cili pamit i kemi fakt kameramanit, por shikojmë që Berisha në fakt Ergys e zjati prapa fatin. To e në pamit e kameramanit, kolegu tonë goditur nga Molotovët, jo nga policia, duhet të thënë, zoti Berisha këtu ishte pak i pasakt. U godit nga Molotovët dhe fal ujit praktikisht policisë. Ku e dim ne se doktori mund ta di që është polici kamufluar si protestues, Gjermani kamufluar si partizan, që ka gjëlluar. Ergys, duke që Berisha e zjati afatin e durimit dhe kësaj radhe. Po sigurisht që do ta zgjasë. Kjo është e logjike. Ai në fillim tha që kjo është hera fundit, ne do ngujohemi, ne nuk do lëvizim, populli kërkon të ngujohemi, pastaj dorën thanë jo nuk do ngujohemi, po do vazhdojmë protestat. Ka 13 vjet që të thotë një gjë. Problemi që ndër këtu që Berisha për çdo protestë që bën thotë kjo është finalja në kësaj radhe, sepse ai po sforcohet dhe po i sforcon dhe njerëzit që i thret. Njerëzit nga që nuk shkojnë, nga që nuk besojnë, ai thot hajde kësaj here, se kësaj here do ta harxojmë. Dhe po ta shohër fryma gjithë njerëzit që do shkojnë, me sa unë kam takuar, kanë thonë që tashmë e kemi seriozisht, tashmë do ta harxojmë, sepse njerëzit mendojnë që BE-ja këto të gjitha do ta harxojnë Ramën dhe ne do t'i japim një çtyr që të ndodhi kjo. Në fakt, pra Berisha e përdor këtë thjesht si një gënjeshtër që të vinë dhe kësaj here. Dhe do ta përdor këtë gënjeshtër dhe radhës tjetër që të vinë dhe kësaj here, derisa njerëzit ta kuptojnë që pra ujku do vi moment që s'do dalin më se nuk do ta besojmë kush këtë lloj fabule. Në fakt dikujt i është sosë durimi. Sot fakt pami që sjell operatorin Elio Kalivaçi pak më herë tregojnë disa pamje temi për leshësh fizike, nuk e di nëse i kemi. Këto janë pamjet, po këto në fakt janë pamje midis disa qytetarëve të cilët janë penguar, kemi audion besoj, janë penguar në disa protestues dhe me të vërtetën ky është momenti kur dikujt i është sosur durimi. Dhe ka patur një përplasje të fortë fizike mes protestuesve dhe shoferëve të makinave
në Tiranë, duhet thënë që po një gjë, zoti Berisha e arriti, siç e tha paralajmëri para një jave, kur tha që do të bllokojmë Tiranën. Në fakt, edhe fal policisë, mendimin e policisë, PD sot e ka bllokuar Tiranën që në orët e para të pas drekës, edhe këto janë pasojat e Pse është kjo përplasje? Pse duhet ndodhi kjo? Ka njerëz që kanë qenë duke kaluar makinë diku aty anash dhe janë penguar nga protestuesit. Rruga është bllokuar, s'ka ku të kalon në bulevard. Jo, është hapur rruga. Rruga ka qenë e hapur, ndoshta kjo është unaza përballë selisë Partisë Demokratike. Protestuesit ishin duke protestuar tek kuvendi, unaza e lanës ishte hapur dhe ata një pjesë e tyre kanë dalë në rrugë. Nëse kjo është... Nuk besoj që i ka futur qeveria me makinë. Jo, po parimisht duhet ishte... Atë nuk e di. Nëse janë vendet ku do protestohet, duhet ishin marrë masa. Nuk kapse të kalon qytetarët të zihen në protestë. Si për shembull, kur ti e njofton protestën që do jem këtu dhe këtu dhe pastaj del atje? Ata kanë thënë, do shkojnë në parlament. Më fal për sonte, po unë nuk mundem... Unë ka thënë policisë nesër. Dimë çfarë ka thënë policia. Ka dhe një gjë këtu. Unë nuk mundem të jem serioz. Ne ka bllokuar Tiranën që nga ora 1. Me thënë vërtetën, pra nuk është se është bllokuar në shumë akse, bile duke thënë nga Basiçando edhe Deliozhi. Për te asaj, interesantja këtu është që këta do arrëzojnë Ramën me leje, dhe kjo është një prej paradokseve këtu. Pra këta kanë marrë leje dhe madje kishte një debat se policia kërkonte sa orë e do lejen tash, më thyej sa orë dhe këta nuk i thoshin orë se ishte kjo ide që edhe mund ngujohen ose ku diun. Domethënë ose nuk donin ti thonin njerëzve që e kemi kërkuar për 2 orë se kishin ardhur ca që me idenë që do rrim gjatë. Dhe tani protesta tjetër do jetë me 20 shkurt. Dhe këtu Martin... Pa dhe aty do të bjerë qeveria. Një sekund. Tu tani duhet të rasë vëmendje një 20 shkurt që do thoja unë është historik për Partinë Demokratike dhe nuk është 20 shkurt i vitit 1991, por është 20 shkurt i vitit 2004, që ka qenë protesta nanoik, nëse të kujtohet. Po, patjetër. Që ka qenë vërtet një nga protestat më masive të Partisë Demokratike. Dhe aty kuptohej që do fitoheshin zgjedhjet. Dhe ishte një protestë super korrekte, ku folën realisht zërat e parë që ju bashkuan, ju rikthyen Partisë Demokratike, dhe pas asaj nuk ka patur protest tjetër, po ishte fillimi i shtrimit të rrugës së kthimit në pushtet Partisë Demokratike. Pa e temi 20 shkurti, fillimi i kilometrit fundit, Martini dhe pastaj. Problemi i kilometrit fundit është varet nga shkolla Sokol, varet nga shkolla ati që e ka trajtuar si tezë, domethënë shkolla bolshevike apo sovjetike e Sali Berishës është një hap para, 2 hapa mbrapa, mendoj unë, sepse ka 13 vjet që thot... Shkolla Ramiz Alis, Ramiz e thotë. Të ecim për para, po mos e dërgova pak më tej. Po, problemi i kilometrit fundit është që, si që tha edhe Gysi, nuk ka asë një lloj shtegu ku të qënë që me Sali Berishën kryet Partisë Demokratike, me këtë lloj organizimi, me këtë lloj qasje, nuk mund të bëj më tepër se sa kaq. Dhe fakti që nga protesta para një jave tek kjo kemi më pak protestues, tregon që është thjesht një harxhim kohe dhe ku shumë më mirë njerëzit do të bindeshin, do të trajtoheshin më mirë me situatën nëse betejë bëhet në institucione, në parlament e tjerë tjerë. Nga ana tjetër kemi atë Sali Berishën i cili edhe sot vetë në protest 3 sekonda përpara molotove dhe fishek zjarreve bënte thirrje për rrëzimin në mënyrë paqësore të Edi Ramës. Tani të thuash në mënyrë paqësore dhe të shohësh molotov, njerëz të plagosur, o efektiv të plagosur, apo qoftë edhe deputet, kjo tregon që ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Vetëm një sekond, se s'kemi ndonjë se duhet ta çojë diskutimin diku tjetër, Martin. Ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Jam dakord me ty se tash në editorial që ky ishte një mesazh i rrejshëm, një proteste me qëllim ama real. Flogert, në 20 shkurt thot Berisha protest, në 19 shkurt Rama në Washington, të paktën nëse ftesa është nominale, ai duhet shkojë në Shtëpinë e Bardhë për të firmosur bordin e paqes me president Trump dhe lider tjerë botror. Sot Rama ishte në Bruksel, Berisha bën protestën sot.
Rama ishte me Ivanka Trump, të nesërmen Berisha doli në protest. Një gjë është e sigurt. Protestat e Sali Berishës nuk sillen kot. Bravo. Dhe protestat e Sali Berishës kanë nisur sapo Rama. Problemi është atyren për qëllim në dur. Jo, pra ta them unë, ose t'jap një mendim. Deri në momentin që doktorit ju dukte sikur Rama ishte izoluar ndërkombëtarisht, doktori nuk protestonte. Në momentin që Rama filloi takimet dhe këto zhvillimet ndërkombëtare, sidomos me Shtetet e Bashkuara, nisën protestën. Ajo që është interesante dhe që në fakt dekonspiron protestën është kjo për mua. Doktori po kërkon që ata të ulen me të. Doktori nuk po proteston ndaj Edi Ramës, në duhet të kuptojmë. Me Edi Ramën ai është në biznes, është ortak. Merë punë të veta, nuk kam dëgjuar asnjë biznesmen që ta ankohë që s'po punon. I dha nëpërmjet kohës zgjedhor 13 mandate. Po patjetër, po janë ish deputet dhe njerëz kryetar Partisë Demokratike që marrin tendra dhe punojnë për ditë dhe bëjnë shumë mirë që punojnë, more. Se nuk do rrinë njerëzit pa punuar vetëm se ju thotë që janë me Partinë Demokratike. Kjo s'ka kuptim. Por doktori do ka vetëm një problem. Që tallen me njerëzit. Jo. Kush është ndryshimi midis Atit Kamzës, që si shtoni ju është familjar i Berishës, dhe ati doktorit në Fierë që sipas Berishës është tradhtar? Se kështu tha, kush punon me qeverinë është tradhtar. Sigurisht, në momentin që ti përveç me varet ku derdh fitimet. Shumë e thjeshtë. Dhe ndershme është. Po jo, një fjali e kisha. Doktori po kërkon nga ndërkombëtar, pra me Ramën nuk ka që të qetëson njerëzit, nuk ka asgjë me Ramën, do bëj shfaqje, më thash. Me ndërkombëtarët ai do që të ulen me të. Ai po kërkon me çdo mjet, pra doktori pse nuk e shon deri në fund asnjëherë. Ai po kërkon që dikush t'i thotë, o doktor, të lutem mos e destabilizo këtë vend. Aman o doktor, hajde ulemi dhe bëjmë marrëveshje. Vetëm mesazh që ka qenë konkret për këtë, ka qenë i zotit Shiter, raporterit të Parlamentit Evropian, me qira Allafi javën tjetër vjen një delegacion e Parlamentit Evropian në Shqipëri, ku i tha Partia Demokratike tha boll me Molotov, futun në parlament, to me Molotov tha. Unë vërej një gjë që nuk ka as deklarata që thënë që ne dënojmë dhunën, nuk ekziston, pra nuk ja japen as këtë lloj partneriteti që të themi sillu mirë. Edhe ky Rama i pamëshirshëm. Ka një gjë, unë mendoj të kundërt. I pamëshirshëm. Unë mendoj të kundër Flogert. Unë mendoj që Rama protesta që ka shumë gjitha Rama çka ka dash Berisha ka dhënë Rama. Do dënojnë i ka dhënë, ka ndihmuar shumë. Edhe për të marrë PD-n e ndihmoi, pse të bëjë mirë, po e provokon, për shembull. Sepse i duhet Ramës, ndoshta e provokon me Ivankën, lëviz me Ivankën makinë. Edhe ti po makinë mund bën telefonata me babin. Po edhe ti po të ishte do bëj në Davos për shpinë e barë. Pra, Rama ka një mungesë të theksuar ndryshe nga ndryshe nga ty që mendon që protesta bëhet kur Rama ka kontakte të mira me ndërkombëtarët, unë besoj që është e kundërta. Kjo protestë sot më shumë e mbron Ramën, sepse po të shohësh dje ka pas një reagim të Komisionit Evropian për mbrojtjen që i bën. S'ka pasur një reagim, jo, edhe kjo është e pasaktë. Edhe kjo është e pasaktë. Është e Saliut. Edhe kjo është e pasaktë. Jo, pra, është e pasaktë. E ke fake news. Merë lexohet çka ka thënë deklarata. Deklarata thot për herë ato që duhet thot. Ato që duhet thot që parlamenti bëj punën e vet. Jo, Paku bëj punën e vet, shiu punën e vet, konsideroi heqjen e imunitetit. Jo, nuk sugjeron, jo. Parlamenti duhet merret me, po jo pra lexoje. Problemi është kur lexon titullin dhe jo përgjigjet. Ta havim deklaratën më pas, po nuk është ashtu. Ai thotë parlamenti duhet të bëjë punën e vet, Spaku duhet të bëjë punën e vet, drejtësia duhet të bëjë punën e vet. Kaq. Pra, pse se po i ndërhyj pra Rama po ndërhyn Spakut, po i ndërhyn drejtësisë. Po se po sulmon drejtësinë, po sulmon. Pse po sulmon? Ma trego pak, pse po sulmon drejtësinë? E para një herë po merret në rrogat e gjyqtarëve. Për çfarë po merret ai këtu? E dyta, ai po kërkon të ndryshojë ligjin që të mos të jetë gjykatës kushtetuese. Mos vendimi i gjykatës kushtetuese. Për të mos skarkuar ministrat. Mos vendimi i gjykatës kushtetuese thot këtë gjë, nëse ti e ke lexuar. Se këtu ka ardhur po merret që ne duhet merremi çështjet me gjërat që themi. Mos vendimi i gjykatës kushtetuese ka një gjë që i bashkon të 8 anëtarët, të cilët thonë kushtetuta ja jep, kodi procedurës penale jo. Pra ka një vojë. Çu atë kanë shkel kushtetutën ata. Ka një vojë. Okej pra. Po se nuk mund të jetë, po jo pra, nuk mund të jetë kodi për merremi, do t'i merremi ti futemi gjërat tamam. Se lexoj diçka që nuk është tonë në studio. Po të them.
Kështu thot mos vendimi i gjykatës kushtetuese. Unë e lexova deklaratën që thot larg duart nga drejtësia, sepse thoshte ne kërkojmë drejtësi të pavarur, ne kërkojmë që të mos preket drejtësia. Mund të lexoj ai është mbrojtje për drejtësinë. Mund të lexoj diçka që për drejtësinë, po. Dhe kjo Molotove tani dhe gjithë kjo katraura që bën ai, mendoj që e shpëton Ramën nga presioni që mund të ketë nga BE-ja për gjën e kuashtë. Ta thash vetë që personi më i lumtur sot është Zoti Rama. Po jo për këtë arsye, Saliu kërkon të bëhet fjalë diçka Sokol që mund të vlej. Po, Neni 70 Beko shumë dies. Se nuk është thënë, ju kam ndjekur dhe nuk është thënë. Për të shpjeguar një herë që nuk ka Po, jo, e pash, po më duket se këtë nuk e tha. Se edhe ikën minutat. Neni 74 i rregullorës kushtetuesës thot, kur gjatë votimit votat ndahen në mënyrë barabartë, ose në atë mënyrë që asnjë përfundim i çështjes nuk votohet nga shumica e kërkuar, gjykata kushtetuese vendos rrëzimin e kërkesës, por rrëzimi nuk përbën pengesë që ta riparaqesë sërish kërkesën kërkuesi. Pra nuk ka patur vendim. Shkojmë pak tek QSU-toja, po flet ministra e brendshme. Ergys, të lutet Koli, të bëjmë debat real. Nëse kjo është temë tjetër. Është kjo që tha që me zgjedhjen e antarit nënt sigurisht do shkojë prapë kushtetuese. Po shkojmë pak te ministra e brendshme, zonja Albana Koçiu, e cila gjendet në spital, ta dëgjojmë bashkë me drejtorin e policisë. Fiks është nënt, po thua jo. Atëre, ja presim edhe pak të zonja Koçiu, apo filloj apo jo? Filloj. Okej. Jemi këtu në fakt në ambientet e Spitalit të Djegë Plastikës në QSUT. Kemi ardhur së bashku me drejtorin e përgjithshëm edhe me drejtorin e Policisë Tiranës për të parë efektivët që janë duke marrë trajtimin mjekësor këtu. Për hir të të vërtetës, protesta e sotme, e cila, siç e kemi thënë dhe herë tjera, është një drejtë kushtetuese për të protestuar e gjithkujt, e çdo force politike që organizojë një protestë, kaloi në një protestë të pa precedent, në një dhunë barbare, do të thoja unë, ndaj punonjësve të policisë shtetit. Është hera e dytë në fakt, është protesta e dytë, e cila drejtohet ndaj punonjësve të policisë shtetit. Dhe drejtuesi i kësaj proteste, Sali Berisha, është i vetmi i cili mund të organizojë protesta të tilla dhune ndaj punonjësve të policisë që në fakt janë prindër, janë baballar, janë vëllezër, dhe që në fund të ditës, ashtu siç dhe gjithë gazetarët që janë sot këtu, bëjnë punën e tyre ditë natë me përkushtim në shërbim të vetëm të informimit dhe të mbrojtjes së sigurisë dhe jetës së qytetarëve. Ju e bëni në drejtim të informimit publikut ashtu siç duhet, punonjësit e policisë shtetit në drejtim të sigurisë dhe përkeqësisë së qytetarëve. Është e drejta e punonjësve të policisë shtetit të reagojnë dhe unë i kam kërkuar drejtorit përgjithshëm të policisë edhe institucioneve legislatuese që të veprojnë në këtë rast dhe të mos hezitojnë për të nxjerrë dhe për të vendosur përpara përgjegjësisë të gjithë ata të cilët sot u bën pjesë e një dhune barbare ndaj punonjësve të policisë së shtetit. Qëllimi vetëm i protestës së sotme ishte të godiste punonjësit e policisë së shtetit. Të gjithë bën dëshmitar të saj, ju e prezantuat më së miri gjatë gjithë mbullimit që i bët. Punonjës policisë shtetit, sot kam informacion që dhe gazetar kanë pësuar lëndime dhe e gjithë kjo pse dhe vetëm në emër të dhunës që ushtrohet në protestat të cilat patjetër e theksoj sërisht janë detyrime kushtetuese, por për të zbatuar në mënyrë paqësore ligjet, institucionet dhe njerëzit që zbatojnë ligjin do duhet respektohen dhe ky është mesazhi im, është barbare ajo çka pam sot dhe dëshmuam sot. Janë 16 punonjës efektiv të policisë shtetit, cilët po marrin trajtim në 2 strukturat spitalore më të rëndësishme, po në ndërkohë presim nga momenti në moment të kemi edhe referime të tjera. Janë punonjës të cilët janë dëmtuar, këtu ku jemi tek Djegë Plastika kanë pësuar dëme të konsiderueshme, ekipet mjekësore janë duke i trajtuar me profesionalizëm, uroj shumë shërbim të shpejtë për gjithë efektivët e punonjësit e policisë shtetit, të cilët bëjnë detyrën e tyre me përkushtim nga mëngjesi deri në darkë. Shumë faleminderit. Si paraqitet gjendja e tyre?
Mirë, ishte Ministri e Brendshme Albana Koçiu, e cila njoftoi për 16 punonjës të policisë të lënduar, si quhet ajo, një dhunë barbare e thirrur nga kryetari i opozitës. Atëherë një batutë për se duhet ta mbyllim po. U kërkua në protestë sot nga një folës përse nuk i bashkohen në protestave të mëdha Partisë Demokratike e Opozitës intelektualët shqiptar. Dhe përse ata pranojnë, do me thënë të sundojnë dhe të jenë dakord, do me thënë që të kenë në krye një qeveri me gjithë këto kusure që ka. Mirë po, kjo është fyrje, po të drejtojsh opinionit publik dhe intelektualve shqiptar, të thuash që hajde bashkohuni këtu se ne jemi e ardhmja. Është fyrje sepse ata të paktën ka që e kanë vetë dije, nuk mund të largojnë nga pushteti një qeveri të korruptuar dhe ta zëvendësojnë me një blok opozitar i cili është po aq i korruptuar sa ata që janë të korruptuar në qeverisje, në pushtet. Sepse jemi para faktit që kryetari i opozitës është në gjykim për korrupsion, i shpallur në ngrata për korrupsion, ka pothuajse të njëjtin staf që ka pasur në 2013 kur iku nga pushteti dhe ka të njëjtat frymëzime politike që ka pasur dhe në kohën kur qytetarë shqiptar, votuesi shqiptar i dhanë 1 milion vota kundër. Prandaj, kur ti refuzon të ndryshosh, atëherë pse duhet të ndryshojnë të tjerët për ty? Kjo është çështja. Batuta, nuk ta me ban fjalë. Kilometri i fundit i kujt theti Sokol për të bërë batutën e fundit, dhe tani pikpyetje e madhe është kilometri i fundit i Ramës apo kilometri i fundit i durimit njerëzve që shohin një film përsëritur çdo 2 javë. Përgjigjen e du nga Ergyse dhe nga Martini. Po kjo është si ajo tash, betejë fillon tani. Që ka një dallim, nëse Luli dikur thoshte betejë fillon tani, ky thotë po e thonte pak në kohë. Betejë mbaron tani, thot Berisha, domethënë për gjithë Berisha është gjithmonë e fundit. Pra, rast tjetër do jetë e fundit do bjerë qeveri. Dhe përgjigjesh shkurt dhe u përgjigja gjatë. Po ba. Sokol, ujku qimen e ndron dhe vesin nuk e harron është një thënie e vjetër shqiptare. Edhe Saliu nuk e harron vesin e dhunës në partinë e vetë dhe është e tmerrshme të shohësh dhunë ndaj policëve që është dhunë ndaj shtetit, ndaj atyre që janë për të mbrojtur në fakt. Dhe kaq. Mirë, këtu jemi në fund të kësaj proteste, në bilancin e cilës me shifra janë këto. 9 efektiv policie të lënduar, 2 të ardhur nga QSOT-ja me lëndime temi plastike për shkak të djegjeve. Në QSOT vazhdojnë tek trauma ndjes janë 9 efektiv, pra që janë në gjendje pak më të rënduar. 2 kanë ardhur nga QSOT-ja, ku gjenden edhe 5 efektiv të tjerë, ndërkohë nga kemi një kameraman, pra një kolegun ton i cili shpresojmë, nuk del në bilans, shpresojmë që të ketë pasur vetëm dëmtime të robave. Po, shpresojmë pak në të ndona zyrtare, ndërkohë kemi një deputet Partisë Demokratike, Ledion Albatin, i cili e transmetuam të ne me pame, pra duke u larguar i shoqëruar në këmbë drejt spitalit, edhe ai gjendet në gjendje koshente dhe stabil dhe vazhdon të ekzaminohet sipas mjekëve. Ky është bilanci i shifrave, sigurisht në këto shifra do shtonim kilometrin e fundit. Po siç e pat, doktori e zgjati sërish afatin e skadencës së durimit. Në 20 shkurt, një ditë pasi Rama do takoj Donald Trump në Washington. Shpresojmë realisht që dikur të vendoset pika e fundit. Faleminderit kolegëve këtu, Histori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë e mirë.